Shqipëria një eksperiencë autentike në 365 ditë. Ky është slogani me të cilin vendi ynë prezantohet në panajirin ndërkombëtar të turizmit në Berlin. Përmes stendeve aty prezantohen zona turistike të vendit, trashëgimia kulturore, inovacioni dhe zhvillimi i qëndrueshëm, përmes së cilave ftohen operatorë dhe turistët e huaj ta vizitojnë dhe përjetojnë Shqipërinë. Sipas Zana Çelës, interesi për stendën e Shqipërisë ka qenë i lartë që në ditën e parë, ndërsa pjesë përbërëse prezantimit janë edhe 30 kompani turistike. Shqipëria merr pjesë në panajirin e 60 ndërkombëtar të Berlinit, që është panajiri më i madh global i turizmit, me një stend e cila prezanton një koncept të integruar ku ndërthuret identiteti, inovacioni dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Pikërisht në titullin Shqipëria, një eksperiencë autentike në 365 ditë. Në stend së bashku me institucionet, Ministrinë e Turizmit, Agjencinë Kombëtare të Turizmit, ndodhen dhe 30 kompani biznesi që operojnë në industrinë e turizmit, ato janë tur operator, agjenci, hotele, por edhe bizneset të turizmit mjekësor, për të prezantuar gjithë ofertën turistike të Shqipërisë si një destinacion shumë autentik mesdjetar. Një hapësirë të veçantë kanë marrë edhe bashkitë turistike, si Vlora Tirana, Pogradeci Korça dhe Saranda, të cilat kanë mundësuar që të tregojnë potencialitetin e tyre turistiko-kulturor. Pogradeci prezantohet për të parë në panajirin ndërkombëtar të turizmit në Berlin, i cili zhvillohet çdo vit, ku marrin pjesë një numër i madh të operatorësh nga gjithë bota. Këtu jemi vendosur në një stend e cila është i dëuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit, e cila është stenda e Shqipërisë, dhe Pogradeci këtu prezanton të gjitha destinacionet turistike, të cilat janë mjaft vizituar, sidomos nga turistët gjerman, francez, italian, por jo vetëm. International Tourism Berlin zgjat 3 ditë dhe vizitohet nga mijërat huaj e qindra agjenci turistike, të cilat lidhin marrëveshje me agjencitë që prezantohen në të.